Të ndajmë një aspekt të jemi më të qartë për teleshikuesit. Ajo që ka rëndësi në Greqi, është një legjendë urbane tashmë që ka një zjarrvënie të qëllimshme. Fakti kanë treguar që për te legjendës është e vërtet, sepse në të kaluarën dikur digjeshin zona të caktuara pyjore që ishin në Bregdet, më pas aty shikonin ndërtesa. Digjeshin zona të caktuara pyjore pranë qendrave urbanistike dhe më pas ato përfshishin në planimetri apo zona ku ishin disa ndërtesa të rrallë dhe më pas aty janë ndërtuar rregullisht. Këtë e dim shumë mirë ku më pas politikanët apo qeveritë e kaluara këto zona i kanë futur në vijën e vet, duke ligjëruar këto banesa të jashtëligjshme. Një rast specifik është rasti i Matet ku fatkeqësisht patëm 104 të vrarë, pra të humbën jetën në mënyrë shumë tragjike dhe mbi 19 të tjerë në gjendje shumë të rëndë me pasoja shumë të mëdha. Ku aty ishte jashtë vijës së vet, jashtë zonës urbanistike, me qindra ndërtesa të ndërtuara, sot që flasim është futur në proces ligjërimi për shkak të këtij situate. Por në fund të ditës ajo që është më të rëndësishme është fakti që ndërkohë që kemi me qindra mijëra hektarë të djegura, me qindra shtëpi të djegura, me qindra viktima, masa ndaj autorëve kryesorë të kësaj tragedie janë të papërfillshme, janë masa administrative që në fund të ditës nuk dojnë kënd, nuk cënën askënd, madje në ta flasim edhe me terma politik, kemi përkëdhelje të figurave më kryesore përgjegjës, siç i shefi i zjarrfikësve i qarkullimit rrugor të policisë, i cili bllokoi rrugën arterie më kryesore të zonës dhe aty u zhuluan shumë qytetar, apo edhe shefin e zjarrfikut të aviacionit, të cilët më pas u bën ministra apo zotëministra dhe u ngritën në detyrë. Kështu ndodh dhe në zona tjera, kemi zonën e Egës ku ndërkohë që mateshin me shenjat e gishave të themi mullit e erës si përdoren për prodhimin e energjisë pra të lëvushme, aktualisht gati gjithë ishulli e gjithë ajo pjesë është mbuluar me investime të tilla apo edhe në zona tjera. Qartë, Guri, cilat janë zonat më kritike në momentin që flasim edhe si pasojë e rritjes temperaturave, siç e konfirmuat pak më parë? Aktualisht baza e zarkja më mërgjeta jashtë në Preveza, ku është dhënë alarmi për kujdesit e largimit nga zona, është në Vjotia ku operojnë 5 avion kanader dhe 3 avion, dhe sigurisht në zonën Stefan dhe në Lakonia, ku aty ka një problem shumë serioz dhe janë adresuar për të shuar zjarrin disa avion dhe helikopter. Qartë. Guri, faleminderit shumë. Të uroj punë të mbarë.